Cili është zhanri, themi që është më i kërkuar këto vitet e fundit, ose edhe që keni vrejtë që në këtë panaer ka pas më shumë kërkesë për këtë zhanër? Zakonisht prej trinjve kërkohet shumë zhanri fantazi, edhe dëmëthëm fantashkencor, diçka tillë. Për këtë panaer ne kemi pasur një libër nga një autore shqiptare, që vjen nga Shqipëria, Gjoana Jaku, që ka botuar një libër fiks të këtij zhanri, që quhet Fatet, dhe është vëllimi i parë i një serie Drithijet, që pritet të botohet edhe vëllimi i dytë, por përpos këtij libri dhe këtij zhanri, gjithashtu gjithmonë ka kërkesë edhe për libra të autorëve që janë veç se të njohur, si shqiptar po ashtu edhe evropian, kështu që këta libra mandej janë edhe librat parapsikologjik që ne kemi edhe libra biografi, si që është Frida, dhe varësisht prej llojit të lexuesve dhe çka kanë ata preferenca, secili e merr atë që i pëlqen. Po, çmimet besoj kanë qenë më të lira se sa zakonisht që janë në për raftet e librarive, apo jo? Ne mundohemi gjithmonë që çmimet në panaer të jenë të ulta, në mënyrë që të gjithë të kanë mundësinë të kanë një libër. Kështu që në këtë panaer ne kemi vendosur që të vëmë me 30% zbritje të gjithë titujt. Një zbritje fantastike. Kështu që ka pasur edhe libra me çmime që kanë qenë shumë të ulta, madje ka pasur edhe shpesh edhe komente që janë shumë lirë. Po qëllim varësisht tash prej çmimit fillestar, patjetër që është shumë lirë. Varësisht prej çmimit fillestar që e ka pasur libri, mandej edhe përqindja e zbritjes bëhet, domethënë, në atë mënyrë. Dhe gjithashtu kemi bërë edhe një diçka të re që patëm nisur në panaerin e Tiranës, se kemi organizuar një lloj Happy Day, e kemi quajtur kështu, që për çdo ditë ne kemi vendosur që 1 apo 2 tituj t'i vëmë në 50% zbritje. Dhe në këtë mënyrë, po ashtu e kemi organizuar edhe një të ashtu quajtur Rrota e Fatit, ku lexuesit kanë pasur mundësinë që të marrin ose ndonjë libër falas ose të marrin më shumë zbritje se sa. Kjo Rrota e Fatit kushton më shumë shpesh edhe tek libraria Dugagjini. Nuk e di nëse ke pas fatin ndonjëherë aty. Atë kemi vendosur vetëm në një interval kohor. Po, e vërtet. Kështu që ka qenë edhe atraktive, sidomos edhe për fëmijët, për shkak se ne kemi dhuruar lojra që e kemi krijuar për panaerin e fëmijëve vitin e kaluar në tetor, që është loja Duck Cards dhe gjithashtu një lojë me puzzle, të cilat janë të krijuara me personazhe të librave tanë për fëmijë, për shkak se kemi një set të lektyrave prej klasës së parë deri në klasën e 5, ku kemi autorë si shqiptar, po ashtu edhe autorë të njohur botror, cilat janë bërë specifikisht për fëmijë të këtyre moshave dhe gjithashtu edhe ju duhen edhe janë të ndërturura nëse nuk gaboj edhe për brenda kurrikulës mosimore.